Përshëndetje dashur miq të Alpo Televizion. Jemi tek emisioni Polifonia Elektorale për shkak se 11 maj po afron, edhe pak ditë kanë ngelur nga zgjedhjet e përgjithshme për parlamentare, për të përzgjedhur 4 nga deputetët e Parlamentit shqiptar, të cilët do të përzgjidhen nga qarku Gjirokastër. Për këtë qëllim kemi ftuar një nga kandidatët, zotin Barian Byrsaj, i cili bën pjesë në kandidim nga ana e PD-s në qarkun Gjirokastër, me të cilin sot do të zhvillojmë një bisedë lidhur me zhvillimin dhe ecurinë e zgjedhjeve. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zoti Barian. Përshëndetje, ju falenderoj përsëri që ju na keni krijuar një mundësi për të shprehur pranë televizionit tuaj. Siç e kam thënë, është një televizion mjaft i ndjekur dhe prestigjioz. Ne mundësit i kemi për të gjithë, për të gjitha partitë, për të gjitha forcat, për të gjithë kandidatët, por varet se kush dëshiron të vijë dhe kush nuk dëshiron. Ne jemi të hapur për të gjithë, kështu që ju pranuat ftesën, kështu që jeni ai që do të shpreheni për të dëgjuar dhe dëgjuesit gjirokastrit. Mirë, shikojmë një ndryshe nga të tjera, një fushat si më e dobët kësaj radhe, si më pa interes për njerëzit. Çfarë po ndodh? Si e shikoni situatën? U bë kaq kohë që ne jemi në fushat, me thënë drejtën, dhe unë gjatë gjithë kësaj kohe kam kontaktuar në të gjithë qarkun me kategori të ndryshme të popullatës, me njerëz të nevojë, me profesionistë që janë të fushave të ndryshme, me fermer, me blektor, me profesor të universiteteve për cilën kam edhe diçka për të shtuar në fund të kësaj interviste. Do vim dhe aty. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike ka qenë mjaft e organizuar për t'i dhënë një farë sharmi kësaj fushate, por sikurse nëkurse nga krau tjetër, me të drejtë, sikurse ju thatë, vihet re një farë, ju ndoshta e thatë për gjithë fushatën, por unë mendoj që është krau i maj që nuk ka motiv shumë për të krijuar një mundësi tërheqje të njerëzve në fushat. I shikoj mjaft të tërhequr, por ajo që dua të tërheq vëmendjen në këtë intervistë është presioni i madh mbi popullatën, sidomos mbi atë pjesë që është e punësuar në administratën shtetërore, të cilët janë mjaft të tremur dhe hezitojnë që të dalin në takime, hezitojnë që të shprehen hapur, dhe në një farë mënyre ata i ruajnë edhe mundësisë observimin nga ana e autoriteteve bashkiake, të autoriteteve lokale, sepse mendojnë se humbasin vendin e punës. Unë mendoj që askush nuk duhet ketë frikë që të dali lirisht në grumbullimet, në tubimet që bëjnë partitë politike, sidomos Partia Demokratike. Askush të mos hezitoj të dali e të thotë fjalën e lirë. Ne shikojmë mjaft probleme që lidhen për shembull në qytetin e Përmetit me arkitekturën, me prishjen e pamjes së qytetit Përmetit. Po vërtet, çfarë po ndodh aty? Në gurin e Përmetit shikojmë një ndërtim aty përpara gurit. Përpara gurit Përmetit po bëhet një ndërtim që thonë se është qendër multifunksionale, dhe unë për këtë jam shprehur mbrëm në Facebook. Dhe s'kishin vend tjetër ku ta bënin më përpara gurit e gjetën? Unë jam shprehur mbrëm edhe në Facebook dhe kam dhënë një koment profesional të një arkitekti i cili thotë që të gjitha hapat ligjore të ndjekura për të bërë këtë qendër multifunksionale nuk janë korrekte. Pasi nuk ka një koordinim i disa autoriteteve lokale që duhet ishte para, që ta inicionte në ratë parë këtë qendër multifunksionale, dhe pastaj ta miratonte. Këtu me sa duket në bazë të botimeve të bëra gjerë tani në rrjetet sociale, shikoj që ky është një ndërtim më shumë i bërë nga lart se sa i iniciuar nga autoritetet lokale, që nuk përjashtohet nga përgjegjësia, sepse në fund të fundit janë ata që caktojnë vendin se ku duhet bërë një investim për bashkinë e qytetit. Të prishësh pamjen e atij qyteti, e atij guri, do të thotë të prishësh simbolikën e atij qyteti, të prishësh atë legjend në shekuj, nga ka marrë emri edhe vetë emri i qytetit të Përmetit, ku bëhet fjalë për Prometeun,
pas shkëmbi dhe më merr mendja që edhe ajo shprehja e përmendur nga një nga klasikët e ekonomistë që thotë ligjet e riprodhimit kapitalist e mbërthejnë punëtorin fort e rrota e kapitalit, më keq se që pat mërthyer Prometeun pas shkëmbi që ka një efesit. Unë jam i bindur që bëhet fjalë pikërisht për këtë shkëmb, kur i referojmë i kësaj legjende, dhe nga kjo ka marrë emrin edhe ai qyteti bekuar dhe aq i bukur si që është qyteti i Përmetit, por me mjaft problematika. Sigurisht që janë vendime të cilat nuk merren rastësisht dhe tymi do të dalë kësaj pune edhe më brapa, mirë po dëmi i shkaktohet Përmetit, një dëm i cili nuk e di se sa mund të riparohet dhe sa do të kushtojë riparimi këtë dëmi, pasi janë hedhur shumë lekë deri tash, lekë të cilat janë nga fondi i shtetit dhe i shqiptarëve, të cilat një ditë edhe mund të ndryshoj struktura përsëri, pasi duhet dalë në dritë ajo çka ka qenë këtu e mira vjet. Megjithatë, le t'i kthehemi pak planeve tuaja për zhvillimin e Përmetit dhe të rajonit në qarkun e Gjirokastrës. Dihet që Gjirokastra ka një sipërfaqe prej 120.000 hektarësh në dispozicion, shumica e cilëve rinë djerë, nuk punojnë. Dihet që Gjirokastra, megjithse ka kaq shumë sipërfaqe në gjithë qarkun, nuk mund t'i numërosh dot më shumë se 30 apo 40 traktor të marra së bashku, Përmet, Tepelen, Gjirokastër, një shifër që kaq traktor duhet të kishte vetëm një seksion parcelash, vetëm në një vend. Çfarë po ndodh me bujqësinë? Pse është degraduar dhe çfarë synoni dhe çfarë keni ju ndërmend të bëni me bujqësinë, e cila është një nga sektorët më jetik në çdo vend botës, jo vetëm në Shqipëri? Është për të ardhur keq që një vend elektoral, si që është qarku i Gjirokastrës, sot ka mjaft probleme që lidhen me politikat e ndjekura, me politikat fiskale, me investimet. Ka mjaft fshatra ku toka tani është djerë, sepse është braktisur nga ana e vetë fshatarëve. Kjo për shkak të mungesës së zgjidhjes së problemit të pronave. Por, a është problemi me atë shpopullimi. Nuk ka kush i punon këto toka. Njerëzit janë larguar. Në shumicën e vendeve ka ngelur vetëm mosha e tretë. Madje, siç mora pjesë në një tubim që u bën për rrugën e Frashërit, ku me të drejtë banorët e Pagris, banorët e Mucenjit, të Rabanit e mjaft të tjerë, ngritën një problem shumë shqetësues. Ne nuk largohemi kurrë nga vendi jonë, thanë, nëse ne kemi infrastrukturën e duhur, nëse kemi rrugët, nëse shteti nuk do na lëri në harres. Pra, janë zonat të bukura me histori, si që është Frashëri, si që është Ali Postivani, edhe me gjitha të rrugët për këto, si që është lidhja e me Skraparin, po me këtë rrugë e Përmetit, dhe duke krijuar një mundësi lëvizje edhe të mallrave, të shërbimeve tjera. Po, është një mundësi shumë e mirë, përmes Frashërit të vesh dhe në Korçë shumë shpejt, brenda pak orësh, një orë, 2 orë, që nga Gjirokastra. Këto vende të lëna në harres natyrisht s'kan si të mos të përjetojnë pasojat të tilla të braktisjes nga ana e popullsisë. Nuk ka shërbim shëndetësor. Ata janë detyruar të ikin. Tani bëhet fjalë për mbyllje të spitaleve të qyteteve, biles edhe spitali i Përmetit është një spital i rrezikuar për të mbyllet. Ndoshta në organik aty janë mbi 100 veta, por nëse shkon në derën e spitalit do të gjesh vetëm rojen, dhe rrallë në një njeri me bluzë të bardhë. Kjo tregon që shteti e ka braktisur qytetin, i ka braktisur shërbimet. Për një certifikat qytetare duhet të shkojnë në Lush, ndërkohë që gjitha shërbimet i kryenin brenda Gjirokastrës si një kryeqendër e këtij qarku. Për të mbaruar një gjyq duhet të vënë në Tiranë, pa menduar që ato gjyqet nuk mund të zgjidhen as për vite as për dekada. Sepse të tillë e kanë, si thua, bërë edhe ndarjen territoriale të vendit, i cili meriton një rishikim të shpejtë me njerë pas zgjedhjeve demokratike, pas zgjedhjeve, dhe shpresojmë që qeveria demokratike të ndryshojë këtë hartë të ndarjes, hartën territoriale të ndarjes së Shqipërisë. Po ajo që ne do të synojmë është të kthejmë shërbimet tek qytetarët. Nëpërmjet i kthehet shërbimi shëndetësor jo vetëm qytetit, por edhe komunave. Të kthehet shërbimi, të kthehet arsimi në gjithë, si thua, Çarçovën,
Zhepën dhe mjaft komunat të tjera, kishe një nxënës. Është për të ardhur keq ku ndjevi nga Zhepa, një vend i bukur, një vend që ka pasur 500 shtëpi, sot nuk ka as 25 shtëpi dhe ka vetëm një nxënës për të studiuar. Tu kemi një braktisje dhe është për të ardhur shumë keq, që këto vende po braktisjen në mënyrë masive. Po kështu, problemet e bujqësisë janë lënë në harrese edhe për një arsye tjetër. Nuk është zgjidhur si duhet problemi i tokës, kambi i vendosje sipas ligjit 7501. Dhe nuk është dhe pronarët real nuk janë në gjendje që të investojnë, që të kthehen nga emigracioni sepse nuk mund t'i lëri. Isha dje në Grabovë, po i shumë e shtëpia dhe nuk e lejoni të ndërtonte një shtëpi qoftë provizore, sepse gjoja është në shqyrtim për ta parë si një zonë të mbrojtur. Aty është veç fshati, si mund të bësh zonën të mbrojtur. Në fakt është një projekt i Vasa Çubrilović, një Serb anti-shqiptar që para rreth 100 vjetësh, ai ka shprehur ato dëshirën e tij ose proverbin e tij kundër shqiptarëve, mërzitin shqiptarët, lodhin shqiptarët, shkatrojnë shtëpitë shqiptarëve, shkatrojnë punët, të ikin, të largohen e edhe të ngelet Shqipëria pa njerëz të fortë brenda. Mos ndoshta është duke u zhvilluar ky plan. Për mua është me siguri një projekt ogurzi. Ndoshta iniciuar që nga viti 1936 me Çubrilovićin, ndoshta nga qaqe të tjera që kanë interes ata shpopullojnë këtë vend dhe të prishin historinë e këtij vendi, gjenezën, një nga kombet më të vjetra që duhet mund të themi që ka qenë dhe një pararendse qytetërimit evropian, që ose do t'i referohemi që nga Troja, që nga heronjtë e Trojës, të cilët janë pothuaj dhe themelues të mjaft qyteteve dhe vendeve evropiane, siç është Italia deri te Britania. Dhe pikërisht një vend me kaq tradita, me kaq kontribute në histori, sot rrezikohet që të humbasë vetveten. Dhe kjo në bazë të mungesës së projekteve për zhvillim, ose projekteve për ta shkatruar këtë vend, nëpërmjet shpopullimit. Ju mendoni se është një pakujdesi, një paaftësi, apo një dëshirë për ta çuar këtu ku e kanë çuar, një dëshirë e qëllimshme? Unë mendoj që këtu ka një kombinim të paaftësisë, së drejtimit të shtetit, por edhe të projekteve të projekteve ogurzeza, siç thash, që atyre qarqeve të caktuara që nuk e duan Shqipërinë, që duan ta shpopullojnë, që në këtë vend, si thua, të zhduket historia dhe vetë qytetërimi që ne paraqesim në shekuj. Kam një mendim që të gjitha këto ndodhen për shkak edhe të keqdashjes së qeverisë. Marrim një problem, mungesa e subvencionit për bujqësinë, që nuk është e vetmja, është një problem kaq i lehtë dhe e bëjnë kaq të vështirë sa që mërziten njerëzit dhe nuk i lën toka djerë. Por nuk është vetëm subvencioni që shpëton bujqësinë, janë investimet. Nuk ka rrugë, nuk ka kanale ujitse, këto që bëhen nga shteti. Për ditë për diell, do japim naftën, do japim ato dhe i që japim. Jepen kullota për çdo vit. Po kur, pa ditur që do t'jetë vit në ardhshëm kullota e një kope, ata fillojnë e bëjnë një rindarje. Kjo nuk është e rregullt. Kjo i demotivon edhe blegtorët, edhe bujqësinë dhe është improduktive. Prandaj këtu duhen projekte për ta zhvilluar këtë vend në radh parë për bujqësinë, që është kryesorja për të mbajtur turizmin. Nëse ne do duam që të kemi një vend turistik, ne duhet që të ofrojmë turistëve ushqimet bio në bujqësi, në blegtori. Këtu ka një paksim drastik të numrit të krerëve të baktive. Do mund të jetë 10-15 herë. Do mbrëna një periudhë 10 vjeçare ky paksim. Prandaj në programin e qeverisë demokratike ne mendojmë se do të ketë projekte konkrete të zhvillimit të infrastrukturës në bujqësi, të kanaleve ujitse, të ujëmbledhësave, të rezervuarve dhe mbi të gjitha motivimi i çdo fermeri, i çdo blegtori për të shtuar krerën, bletët, për të shtuar plantacionet që kanë qenë një traditë shumë e mirë, sidomos në qytetin e Përmetit, ku tashmë ato janë në ndjerë, ose janë tharë, ose janë prerë nga ana e popullatës.
Mirë, një tjetër problem është dhe arsimi. Ne këtu në Gjirokastër kemi një universitet i cili funksionon prej shumë dekadash. Që mendim keni për Universitetin e Gjirokastrës dhe për shkollat e larta në përgjithësi? Dihet që universitetet janë tempuj të dijes dhe natyrisht ato duhen mbajtur. Universitetet mbajnë në radhë parë me ligje korrekte që ato të vetë administrohen, por edhe të mbështeten financiarisht nga shteti. Sidomos universitetet publike, se këtu ka edhe shumë universitetet private, por politika shtetërore do t'jenë në radhë parë për universitetet publike. Mbaj mend se si në shtetin fqinj grek pati një reagim të popullatës për të mos lejuar hapjen e universiteteve private. Unë nuk jam për atë që ato të mos ekzistojnë, se janë komplementare të universiteteve publike në një farë mënyrë për të plotësuar edhe mundësinë e shkollimit në të gjitha degët të studentëve që mbarojnë studimet në vendin tonë. Por duhet të mbështetur në radhë parë universitetet publike, ku fondet për arsimit janë shumë të ulta, 2.2% e GDP-s, fondet dhe brenda këtij fondi përqindja që shkon për kërkimin shkencor është matet me 0.05% të atij fondi. Aq më tepër, ka një farë presioni mbi domethënë stafin akademik të universiteteve. Dhe tani në kohë fushate, unë shikoj se është vështirë që të kërkosh një takim me stafin akademik, qoftë edhe me pedagogë të veçantë, sepse janë të trembur, pasi shteti ushtron presion, ushtron një presion mbi gjithë administratën shtetërore dhe këtë ka shtrirë dhe mbi gjithë universitetet. Dhe dëshira e shtetit për të vënë në kontroll universitetit është parë që kurse kanë bërë ligjin me mjaft defekte, i cili duhet të rishikohet. Kemi parë se si janë bërë zgjedhje akademike disa mandate që ka kjo qeveri dhe të mandateve të rektorëve dhe dekanëve të universiteteve, ku kandidon vetëm një njeri pas në kandidaturë alternative. Kjo tregon që shteti i cakton që më parë edhe rektorët, edhe dekanët, dhe nuk pak a shumë në mënyra abuzive, jo fare hapur, po e ka vënë në krye të universiteteve njerëzit që ajo i përdor më kollaj për të ushtruar dhe presionin e këtij pushteti në rast të zgjedhjesh. Po. Duket sikur në një farë mënyre edhe Partia Demokratike është në një lloj heshtje për momentin, nuk ndihet ai optimizëm. Çfarë po ndodh? Mos ka ndonjë diçka që duhet ta dinë gjithë votuesit? Pse nuk është më aktive Partia Demokratike, apo mos ndoshta përçarja që ka ndodhur në vitet e kaluara ka bërë vetën? Unë me thënë drejtën nuk e kam këti informacion që ka një farë ullje të tempit Partisë Demokratike në këtë fushat elektorale. Përkundrazi, për aq sa shikoj unë ka entuziazëm. Pra, ka entuziazëm. Ka entuziazëm dhe nga mitingu në miting vinë njerëz. Vinë mjaft shumë njerëz. Biles kjo munges optimizmi, sikurse e pash më lartë është në kampin tjetër. Kurse në tubime që ka organizuar Partia Demokratike, numri njerëzve ka arë gjithë në rritje. Ka një optimizëm të parë në njëherë që ne do t'i fitojmë këtë zgjedhje, se do të ndodhë ndryshimi. Ky ndryshim do të ndodhë për shkak se edhe gjatë këtyre viteve, pritshmërit e atyre që kanë votuar këtë qeveri, këtë parti, ka rënë ose nuk janë realizuar, ka zhgënjime, dhe këto zhgënjime natyrisht do të bëjnë që një pjesë e elektoratit të jetë gri dhe që të kalojnë nga krahu i djathtë. Shpresojmë të ketë një ndryshim për mirë në fakt dhe shpresojmë që Partia Demokratike të ketë atë dëshirën për të bërë mirë për vendin, mos të vazhdojmë më në rrugët që kanë vijuar. Megjithatë, edhe partit të reja po dalin, edhe partit të reja po kandidojnë, kështu që të shikojnë se çfarë do të ndodhi, ndoshta një koalicion mes partish të reja mund të zhvillojë vendin më shumë, ndoshta Partia Demokratike mund të gjejë më shumë hapësirë aty.
Nuk e di si e keni menduar, apo do t'jeni... Unë kam një bindje që gjitha partitë e reja, pavarësisht nga dalja e tyre për herë të parë në këtë fushata elektorale, ato është një gjë e mirë për demokracinë, sepse ato krijojnë konkurrencë, dhe pse jo, nëse ato do të përqafojnë programin e Partisë Demokratike, mund të jenë pjesë edhe një koalicioni pasdjetëor. Dhe Partia Demokratike është e hapur. Po këtë do të thoshë, ndoshta krijohet një lloj koalicioni partitë e reja. Patjetër. E rëndësishme është progresi i Shqipërisë, gjithë shqiptarëve intereson mirëqenia, zhvillimi kombëtar, kultura e kombit është tjetër gjë që duhet zhvillohet dhe këto janë jeta sidomos duhet të ecë përpara. Mirë, nëse keni diçka tjetër, profesor? Unë kam këtë gjë, një nga ato që ne u premtojmë, një nga, domethënë, premtimet tona për qytetarët është kthimi i shërbimeve siç i kanë pasur. Rritja e autoritetit të mësuesit në shkolla, duke motivuar. Pra institucionet do kthehen brenda qarkut. Institucionet do të kthehen brenda qarkut, do të ketë shërbime, do të ketë projekt për ripopullimin e këtij vendi, po me vite vetë, jo me kontrata me Filipinet apo me vende të tjera në Afrikë apo në kontinente të tjera. Përkundrazi, do të krijohen të gjitha lehtësirat që sipas një projekti që ishte në vitin 2009 për brain gain të shtrihet për gjithë popullatën e Shqipërisë. Edhe për të jam optimist edhe për fitoren në zgjedhjen e 11 majit. Mirë, shpresojmë të ndryshojë diçka për mirë. Unë ju uroj suksese gjithë atyre që përpiqen për mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarinë, kështu që do të shikojmë se çfarë do të ndodhi në 11 maj. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit ju. Të dashur miq, kjo ishte intervista edhe për sot me zotin Hysaj, të cilin e kishim të ftuar në këtë emision. Do të shikojmë përsëri në emisionet e ardhshme me të intervistuar të tjerë, kandidatë të tjerë të mundshëm. Faleminderit dhe mirupafshim.